Për ndryshe je edhe nane 3 vajzave, apo? Po. Edhe unë sa e di njëra prej vajzave, a ka të bëj me aktrimin, apo? Po, e dyta, Rozafa, është gjithashtu aktore dhe regjisore filmi. E tash sa ki pas ndikim në këtë drejtim? Ndikimi është shumë shpesh... Të e ditë për vete që për ty që shka qenë? Po. Fëmit rritën edhe marin edhe përtithin informatat që ka bojnë prend. Jo që ka themi. Na mund të themi që nuk është profesioni sigur, sepse për fëmit gjithmonë mendojmë që duhet ta gjejmë një profesion sigur. Po, me pas të sigurin financiare. E këto janë konstrukte shoqërore të cilat unë i kom të i kalu shumë herët, për fatin tim të mirë. Ndoshta dhe profesioni më ka ndihmu, ose ndoshta duke qenë fëmijë i një babe i cili të njëjtën ka shkruar poezi dhe ka bërë studimet lirikës popullore shqiptare dashurisë, dhe që mu më ka inkuraju me u marrë me art, natyrisht që unë s'do të kisha qenë ndryshe, po e kom vazhdu këtë traditë edhe këtë përkrahje. As nuk e kom thonë banu, as më su banë. Po e kom thonë ti dush me gjithë që ka të pëlqen ty edhe për çka ki prirje. Po, atë ka pyet ndonjëherë që se përmendoj artin, atë ka folë rreth kësaj pjese. Po, nuk e maj men kështu specifikisht, po, natyrisht që jemi konsultu edhe më ka pyet që, më ka tregu që po i intereson edhe që kom thonë cilin lloj të artit, se kom di që me art ka me qenë. Kështu që për me bot diçka më ndryshe, edhe tha unë po e kry regjinë e filmit, edhe po mandej filmi sa i parë ka qenë që e ka zgjedh Lindita Zeqiraj, e ka po afinitetin e saj dhe që aty mandej e kanë po edhe të tjertë, kështu që pre atëherë kjo vetëm ashtu aktru. Halas ka fillu shumë filma. Filmat i ka kry me studime, po tash ma shumë aktrim po meret. Kur jemi të kjo për filma, teatri, krejt ato, filmat shumë, bësa, unë e përmenda që në Berlinale, i bjen që këni qenë gruaja e parë shqiptare? Me sa e di unë po, kjo jemi na vujnë pak për kësaj sindromit, gruaja e parë, ose për herë të parë, e unë e shumë shpesh e heki. Po jo, është interesante, sepse neve që ka na intereson është pritja që ju kanë bo, për keni shku atje, që shka qenë përvoja juj. Për ato edhe nështë ta duhet pak me theksu si gruaja e parë shqiptare cila shka në Berlinale, edhe që shka qenë ajo atmosfera, ajo ambient, ajo pritje, krejt ato që kanë bo atje. Pritja ka qenë fantastike, na edhe si popull kemi pritë shumë për me qenë pjesë e familjes kinematografike botnore, për me qenë faktor, për me arë në atë nivel që diçka na u ka muhu historikisht për shkaqe tjera. Kështu që për mu ka qenë bukur që në një ekran të madh në Berlin, me qenë konkurencë, një film me temë shqiptare, regjisor të huaj amerikan, po të gjithë kastën edhe të gjithë tjertë kanë qenë shqiptar, me u ndigjuar, me u pa fytyra tona, me u përcjell filmi, me u pëlqy filmi, kritika ka shkruar shumë mirë, ka marrë Ariun Argjend për skenarin më të mirë. Skenarin e ka shkruajt bashkautor kanë qenë Andamian Murata i Shqipërisë me Joshua Marston regjisorin. Tristan Halila i sa po i kishte mbaru shkollën e mesme, tash është më ai aktore dhe ylli njoftun, për atëherë jemi kolegë shumë të dashtun, kena punu shumë bashkë. Cindy, e cila ma vonë është bojuriste, edhe ajo e Shkodrës. Dhe kur mrim tapet kuq, do me thonë mas parje përjetuam se si jetojnë njerëzit prej kësaj pune.